Me 27 mars 2026, një grua 51 vjeçe ka kallëzuar në komisariatin e policisë së Shkodrës se djali i saj 15 vjeçar ka dalë nga banesa dhe nuk është kthyer që nga atëherë, sipas njoftimit të prindit i mituri nuk ka dhënë asnjë informacion paraprak për largimin e tij. Policia lokale ka nisur me njëherë kërkimet intensive dhe po bashkëpunon me komunitetin dhe autoritetet e tjera për të identifikuar vendodhjen e tij. Ndërkohë një shtetas 31 vjeç u procedua penalisht në VAUID-s për dyshimin e ngacmimit seksual ndaj një 23 vjeçare, ndërsa një shtetas 58 vjeç u procedua penalisht për dyshimin e ushtrimit të dhunës psikologjike ndaj nënës së tij. Sa kaq një 20 vjeçar nga Malizi është proceduar në gjendje të lirë për falsifikim të dokumenteve dhe drejtim të automjeteve në mënyrë të parregullt, pasi u paraqit në pikën e kalimit kufitar Muriçan me një leje drejtimi të dyshuar të falsifikuar. Një grua 39 vjeçe u arrestua nga specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan në prokurori 2 raste të administruesve të lokaleve në Shirok, të cilët kishin punonjës të pasiguruar dhe nuk lëshonin kupon tatimor për shërbimet e ofruara. Të gjitha materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.